Sa që në takimin e Alaskës mund t'jetë vendosur edhe fati i Ukrainës, nuk patët parasysh ka mbështypjen reagimin evropian, ose atë që mendon Bashkimi Evropian, i cili ka qëndruar në front, në paktën në pjesën më të madhe në unison, përveç disa shteteve si për shembull Hungaria, se nuk duhet lënë asnjë territor i Ukrainës. Po Europën si e shikoni në këtë, le themi, në këtë zgjidhje që ju i dhatë kësaj situatë? Unë do të doja që Evropa të kishte dhe të lunte rol komplet ndryshe nga që ka lutur deri tani. Po? Nisur nga Bashkimi Evropian, se si duhet të funksionoj dhe se si duhet të mendoj për pjesën e sigurisë dhe të mbrojtjes të këtij organizmi të madh. Po? Dhe nuk duhet ta përsëris, po më kujton ta shprehjen e Donald Tuskut atëherë kur e tha për pjesën e Evropës, Amerikës dhe kërcënimit të Rusisë, që Evropa, për fatin tonë një të mirë, nuk është ajo që do të dëshironin qytetarët e saj gjithë. E marrë në aspektin e reagimit dhe të frymës se unanimiteti që duhet të ketë. Brenda për brenda e Bashkimit Evropian, ka shtete të cilat e kundërshtojnë qëndrimin e tyre dhe çdo vendim që kanë marrë Bashkimi Evropian. Asnjëherë nuk ka qenë në unanimitet të plotë. Dhe kjo mua më trem dhe tregon pa aftësinë e Evropës së Bashkuar, e Bashkimit Evropian për të reaguar ndaj një risku apo rreziku të tillë.